Përshëndetje doktor. Erald Kalemaj, kryetari i grupit seksioni numër 2 në ISIN 9. Në fakt nuk ishte si të ishte ndryshme, ardhja juaj këtu, menduam se do ishte më shumë edhe takim me strukturat, por padyshim që ju simpatizantët, domethënë antarësia edhe strukturat i bashkojnë dhe është bërë kjo atmosferë për në shtëpinë tonë këtu, se kjo njësia 9 është shtëpia jonë. Në fakt doktor, unë desha të flisja si strukturë sot. Pavarësisht se këtu ka dhe simpatizantë dhe antarësi siç thash, unë desha të flisja vetëm si strukturë e PD-s. 3 pika kryesore për mos të marrë edhe shumë kohë dhe për të diskutuar. Në fakt, e pika parë doja të ngelesha tek llogaridhënia e deputetëve sipas zonave të tyre në dështimet e tyre në aktivizimin në procesin e fushatës dhe të zgjedhjeve. Domethënë, mendova se kur filluat foltore për herë të parë, në fakt, të gjithë neve si struktura kishim shumë entuziazëm që kjo anë në Partinë Demokratike do të merrte një drejtim. Pra do ndaheshin deputetët të përzona dhe kush deputet nuk merrte rezultatet e duhura, ai do të shkarkohesh ose nuk do të jepesh mundësia për të vazhduar si deputet. Sepse është e vërtet që në opozitë rrihet edhe shumë vite me ne, po është shumë e thjeshtë të rish me rrogën e deputetit në parlament në opozitë se sa si një antar i thjeshtë ose si simpatizant i Partisë Demokratike. Ky ishte hapi i parë. Nuk është vonë kurrë që neve të merremi me këtë analizë. Po flasim si strukturë. Sepse kjo analizë është edhe si tim motivimi për ne, për shembull që jemi të rinj, që po merremi, unë jam aktivizuar vetë personalisht në 2013 me PD, kur ajo s'ishte në pushtet. Unë nuk e njoh pushtetin. Domethënë neve na mban një inat, një logjik, një ideal që aktivizohemi. Pra, në momenti që unë shoh që një person që nuk ka pasur rezultate të mira, vazhdon akoma promovohet në PD, unë të kurajohem normalisht si i ri. Dhe kjo është një arsye që mendoj una që edhe shumë njerëz janë pak të dekurajuar për të aktivizuar si strukturat PD, sepse ne po i shohim për shkakun që kur vjen puna e zgjedhjeve, neve mezi arrim të mbushim komisionet. Është pak çike vështirë kjo që të marrësh si një antar i thjeshtë që vin dakord me entuziazëm të madh këtu në këtë mbledhje, po pastaj kur vjen puna për të komisionet, mezi mbushim ne ato. E para, e dyta. Juve folët shumë për aktualitetin, cilin neve me thënë drejtën duke qenë se nuk janë të gjithë që kanë ndjekin politikën, janë shumë të informuar. Por unë mendoj që resurset e Partisë Demokratike janë duke u fokusuar vetëm në disa tema të caktuara që kanë të bëjnë me hajdutllëkun. Jam shumë dakord, këta janë një qeveri janë hajdut. Absolutisht që duhet fokusi kryesor, por nuk besoj se PD-ja ka vetëm një departament që të merret me këtë dhe të lëmë të gjithë antarët e tjerë, për shembull, ai zotria tha familjen, dikush tjetër bujqësinë, dikush tjetër turizmin, dikush tjetër ekonominë. Jo, kjo Parti Demokratike që është mbledhse e votave të 600.000 qytetarëve, 700.000 qytetarëve, nuk besoj se ka vetëm një temë për të folur gjatë gjithë kohës. Për shembull, po të marr një rast, unë për mendimin tim, më thënë si, edhe duke diskutimet e tona, u çuditëm se si u morëm neve një mbledhje vetëm me shkarkimin Niko Peleshit. Që ishte një totalisht një harxhim i resurseve tona në 1001 problematika që mund të ketë, duke filluar nga zotëria dhe duke vazhduar tek tona të shumë që mund të kemi të tjera. Këto janë 2 pikat kryesore që unë desha të thoshe. Desha edhe një gjë tjetër që përsëri e kërkoj si strukturë, megjithëse unë në dekën tonë mund të jem ndër më të rinjt e strukturës, domethënë pavarësisht jo nga kontributi, por nga mosha. Partia ka strukturën. Struktura ka një kryetar, ka sekretar, ka të gjitha. Për mua primare është në momentin që një kryetar zgjidhet, për shembull për një sinën, po flasim ne në rastin është Eda, mund të jetë nesër, mund të jetë dikush tjetër, por mua aty është primarja e mbyllur. Ai person duhet të jetë deputet. Është mbyllur, jo, e kam vetëm për juve kryetare, e kam kushdo, nesër mund të jem unë, mund të jetë dikush tjetër. Kështu jep motivim ti, se neve merremi tash me
me strukturën dhe në fund fare një deputet na vin 6 muaj, na ikën, na vin dikush tjetër, s'po lidhemi dot me deputetët. Kjo është logjika ime që mendoj unë, domethënë si strukturë, po flas një herë, unë nuk po flas si simpatizant, se tash neve i njohim problematikat, e kupton? Pra, mendoj që në qoftë se në PD ka një hierarki, ka një shkallë që duhet ngjitur që të respektohet nga çdo kush, do ishte më e mirë dhe do ngjalte më shumë entuziazëm sesa kur është vetëm shko, domethënë arri qëndro afër qendrës dhe shkuput realitetin me bazën të cilën jemi ne që me thënë të drejtë jemi në pikën tonë që kemi nevojë më shumë fokus se çdo lloj moment, se të gjithë numrat kur ju thoni mbrohet vota dhe mbrohet këto, i bën struktura, nuk i bën. Mund të hedhë simpatizanti sa doj votën, po nuk vajtëm neve të mbajmë komisionet edhe të numërojmë, nuk i mbajmë dot ato votane. Kështu që unë mendoj që këto janë tre fokuset kryesore që unë desha të flisja. Faleminderit super.